Jemi në një transmetim të drejtë për drejtë, vijon maratona e zgjedhjeve të përgjithshme të 11 majit, mbeten në fakt edhe pak kuti në rang kombëtar për të numëruar, ndërkohë që në disa KZAZ ka nisur edhe numërimi i votës preferenciale. Sa i përket rezultateve deri tani, Partia Socialiste do të marrë apo pritet të marrë 83 mandate, nëse do të vijojë kështu edhe pjesa e mbetur e kutive, Demokratët me aleatët e tyre të koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore në 50 mandate, Partia Socialdemokrate del forca tretë me 3 mandate në rang kombëtar, ndërkohë që mundësia arriti të marrë edhe mandatin e dytë në Tiranë në një garë të fortë me Demokratët për këtë të fundit, dhe me një mandat është Lëvizja Bashkë dhe Shqipëria bëhet. Do të shkojmë në këto momente në një lidhje të drejtë për drejtë me politologun Ermal Hasimja për të diskutuar mbi këtë rezultate, çfarë pritet të ndodhë më pas. Zoti Hasimja, përshëndetje. Bravo. Në fakt, një fitore e thellë e socialistëve në një mandat të 4 qeverisës, siç Rama u kishte kërkuar të tive, të marrin masa për të pasur edhe një mandat të fortë. Çfarë e ka sjellë këtë rezultat në vlerësimin tuaj? Do se ka shumë faktorë, po të ndash në dy grupe të mëdha. Një pjesë e konsiderueshme e elektoratit ka votuar për Partinë Socialiste dhe një pjesë tjetër pastaj nuk është frymëzuar ose le të themi nuk është bindur për të votuar për opozitën. Për Partinë Demokratike në të parë, që është partia kryesore e opozitës. Kjo pjesa e Partisë Socialiste, pastaj se kjo pjesa e Partisë Demokratike është pak më e thjeshtë për ta sqaruar, për ta thënë, më sa duket nuk ka qenë mjaftueshëm bindse. Ndërkohë që kjo pjesa e arsyes votës për Partinë Socialiste, pastaj kjo është pak më e ndërlikuar, sepse këtu duhet fusim edhe kontrollin e jashtëzakonshëm që ka Partia Socialiste mbi administratën publike, me gjithë elementet e joshjes, premtimeve për përfitime personale, rroga etj. Por edhe presionin, shto këtu dhe elementin e patronazhizmit, angazhimin masiv të gjithë shtetit praktikisht në funksion të Partisë Socialiste dhe edhe të burimeve të shtetit njëkohësisht. Kështu që në rasti e Partisë Socialiste është pak më e ndërlikuar situata dhe kjo është dhe arsyeja edhe pse ndërkombëtarët flasin për garë të pabarabartë, në fakt. Megjithatë, e kanë certifikuar në një farë mënyrë rezultatin, përfshirë sot edhe përfaqësues të lartë të Bashkimit Evropian. Po, për aq kohë sa nuk e kanë hedhur poshtë tërësisht, kanë treguar problemet, sidomos në rastin e Bashkimit Evropian, sepse raporti OSBE-Odirit ishte pak më i ashpër në problemet që evidentonte, ndërkohë që ky i Bashkimit Evropian ishte pak më si përfaqësor, pak më i lehtë. Fakti është e kuptueshme, se OSBE-Odiri është organ më i specializuar, në fakt institucion më i specializuar në monitorimin e zgjedhjeve. Ndërkohë, gjatë ditës së sotme, teksa kryeministri njëherë kryetari i Partisë Socialiste Rama ka zgjedhur të japë intervista për mediat e huaja, ndoshta nesër do të ketë një dalje për ne këtu në Shqipëri. Kryedemokrati Berisha tha se nuk i njeh këto zgjedhje, janë më të manipuluarat, janë diktuar nga krimi. Dhe kur u pyet në fakt nga gazetarët nëse do ta respektoj statutin për t'u dorëhequr për shkak të këtij rezultati humbje, ai la të kuptohet se betejën do ta bitis ai që e nisi, pra që do të jetë në krye të protestave, nisin këtë të premte protestat pikërisht në ditën e samitit të Bashkimit Evropian që mbahet në Shqipëri, e po ashtu do të ndjekin me sa duket çdo hallë të mundshme institucionale dhe ligjore. Si e shihni ju këtë qëndrim të Berishës? Partitë politike janë organizata vullnetare, kështu që Berisha ka drejtën e vet që të ndjekë karrierën e tij politike siç dëshiron. Nëse Berisha do largohet nga PD-ja, kjo është në dorë të Berishës, po edhe të atyre që janë të antarëve të PD-s. Dhe natyrisht atyre që janë drejtues, pra me peshë më të madhe se sa antari thjesht brenda Partisë Demokratike. Çështja e dorëheqjes ka dhe nuk ka rëndësi, sepse ndoshta zoti Berisha mund të japë dorëheqjen më njëherë, të organizojë një palë zgjedhje dhe të fitojë prapë. Edhe ajo është plotësisht e mundshme. Çështja është se çfarë do të bëjnë ata zëra, ata personalitete brenda Partisë Demokratike, të cilët vazhdimisht kanë shprehur, të paktën në Z, edhe jo zyrtarisht, jo nëpër media, një lloj pakënaqësie me leadershipin e Berishës, por nga ana tjetër nuk kanë arritur dot as të organizohen, as ta shfaqin këtë publikisht. Me sa duket me frikën se do të pësojnë të njëjtin fat pastaj si Lulzim Basha pak a shumë. Kështu që është në dorën e demokratëve, është në dorën e Berishës për këtë gjë, por thash, partitë politike janë organizata vullnetare.
Nuk është edhe ai çështja e premtimit asaj çfarë thot, çfarë vendos ai, madje përfshin edhe atë çështjen e statutit, mund të mbledhen nesër ta ndryshojnë. Mund të mos ta marrin parasysh E fare, qartë, po parë në ligji. kontekstin e forcës kryesore të opozitës në Shqipëri. Patjetër. Tani, nëse ajo që është thënë, kemi parë gjithë videon, është ai neni i famshëm Basha. Në momentin që është thënë politikisht ajo gjë duhet respektuar. Alibia e përhershme që ka pasur të zgjedhjet e fundit Berisha, para tij dhe Basha, ka qenë që nuk ka kuptim teatroreqës se zgjedhjet nuk i humba, po zgjedhjet mu vodhen. Që vjen një moment kushtrohet pyetja dhe sa zgjedhje të tjera do të vidhen. Ose a është kjo mbrojtja e zgjedhjeve një nga detyrat kryesore, në fakt në kushtet e Shqipërisë e liderit opozitës, apo nëse zgjedhjet do vidhen kështu pafundësisht, thjesht do të vazhdojë e njëjta situatë. Natyrisht që nuk është e lehtë për Berishën, gjitha problemet që janë shfaqur nga Berisha, që janë shfaqur edhe nga të tjerët, nga zoti Kliçi pak më parë, edhe problemet që fakt janë evidentuar dhe nga të tjerë, për shembull Agron Sheha i sot me atë spektaklin e pastër të manipulimit të votave. Komisionerët që donin të shpallnin votat e Partisë Mundësia të Pavlefshme, se si u pëlqente ngjyra. Do thënë, gjitha këto gjëra qëndrojnë. Presioni mbi administratën qëndron, me sa duket ka dhënë efekt edhe te diaspora. Angazhimi i shtetit, gjitha qëndrojnë. Por a janë në atë masa të bëhet një proces i kontestuar, pra që kanë ndikuar drejt për drejt në këtë rezultat? Fatkeqësisht këtë nuk do ta dim kurrë, nuk do ta marrim vesh kurrë. Është e sigurt që nëse këto zgjedhje do ishin bërë, nëse këto probleme zgjedhore do të ekzistonin në një vend normal të Bashkimit Evropian, zgjedhjet nuk do të certifikoheshin. Por atje nuk ndodh kjo gjë. Ktu që ndodh, dhe ne nga që e krahasojmë me zgjedhje problematike shumë herë më të këqija se sa kaq, themi prapë që okay, në rregull hajt më, ishin këto probleme, po ndoshta nuk do ta ndryshonin rezultatin. Dhe me shumë gjasa fakt mund ndodhi që pavarësisht këtyre problemeve, edhe sikur mos ishin këto probleme, diferenca midis partisë, meqense po flasim vetëm për Partinë Demokratike tani, diferenca midis Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste të bën të mendosh që rezultati i zgjedhjeve nuk vjen thjesht nga gjithë këto probleme që i kanë pasur zgjedhjet, probleme reale, por vjen edhe për shkak të pamundësisë së Partisë Demokratike për të bindur elektoratin e vet në radhë parë, pavarësisht se atë në shumicë besoj që ka arritur ta nxjerrë në votim, por elektoratin gri, i cili gjithmonë përmes animit të tij nga një anë ose nga tjetra, cakton atë fatin e qeverisjes në Shqipëri. Duket që elektorati gri nuk ka shkuar në anën e Partisë Demokratike. Me këtë rezultat është e qartë. Kështu që një pjesë të këtij elektorati e kanë marrë partitë e reja, por PD-ja nuk mund të justifikohet me faktin që pati partitë të reja dhe morën votën, se këto partitë të reja në radhë parë kanë marrë elektoratin gri dhe me shumë gjasa në disa raste kanë marrë në fakt edhe nga socialistë të zhgënjur. Se të zhgënjur nuk janë vetëm demokratët në Shqipëri, ka dhe plot socialistë të zhgënjur. E mendoni këtë edhe për subjektet që drejtohen nga demokratë që janë ende pjesë e grupit parlamentar me vota të ardhura apo të marra nga demokratët në 2021-shin? Po, për çfarë kemi fjalën? Për mundësia, po ashtu, jo, edhe Lulzim Basha me Euroatlantikët, po ashtu djathtas 2012 me Nkeleta Libeajn. Lulzim Basha dhe Nkeleta Libeaj nuk kanë marrë një gjë të madhe, nuk kanë ndonjë lloj peshe të madhe. Nuk e shpjegojnë atë dallimin. Qartë, po në fund edhe 40-50 vota të bëjnë të humbasësh, apo 5 vota të bëjnë të humbasësh me mandat. Po, nuk të bëjnë diferencën me 20 e ca mandate. Tash çështja nuk është vetëm aty. Problemi është me 30 mandate, praktikisht 32 në këto momente, midis PT-s edhe PS-s. Është diferencë gjigante. Nga ana tjetër duhet pas parasysh diçka, kur flasim për votat e Agron Sheha, Agron Sheha e tregoi praktikisht me këto zgjedhje që ka marrë votat e veta. Dhe ka marrë votat e veta, i ka merituar plotësisht, madje edhe në Vlorë ka dalë 5%, ka marrë 5% të votave. Domethënë, në Tiranë ka marrë shumë më tepër vota se në Vlorë, patjetër se Tirana ka shumë më tepër votues se tjerë, po ka treguar që ka marrë votat e veta, domethënë ato me këto vota ka shkuar në PD. Nuk janë vota që ja kanë falur demokratët Agron Shehaj, por përkundrazi është Agron Shehaj që i ka marrë ato vota dhe kur është paraqitur
në radhët e PD-s. Dhe e vërtetoi shumë mirë dhe e vërteton edhe fakti që ka marrë jo vetëm votat e veta, por praktikisht në këtë moment që ne flasim është me 2 mandate. Po. Ndërkohë, a gaboi Berisha me listën veçanërisht të Tiranës, zoti Asimja? Një pjesë e mirë e eksponentëve të rëndësishëm të Partisë Demokratike ka ngaruar fort në listën e hapur, por me shumë vështirësi u përmbyllën ato në 12 mandate, 13 pritet të marrë edhe i 14 në një betejë të fortë. Shohim deri në fund nëse do t'ja dalin. Tani është shumë kollaj ta kritikosh Berishën mbas pilafit. A posteriori, edhe thosh edhe pse në NZ demokratët e kanë kritikuar fort listën të paktën të Tiranës. Patjetër. Domethënë, një pjesë e mirë e njerëzve nëpër media kanë kritikuar Berishën edhe përpara se të bëheshin zgjedhjet. Unë thjesht po them që tani është shumë kollaj. Domethënë për t'ja relativizuar pak përgjegjësinë, për të mos i rënë në qafë Berishës më tepër se sa është e nevojshme. Por është e vërtetë që lista është problematike. Për shembull, në listë tani në radhën e listëve në radhën e deputetëve që do futen me votat praktikisht Partisë Demokratike janë edhe 2 deputetë të Ilir Metës praktikisht. Ndërkohë që Partia Lirisë e ka ulur atë kapacitetin e vet elektoral në minimum. Do ta shohim te vota presidenciale e Metës, se sa është mbështetja. Pra preferenciale, specifikisht në listë të hapur. Ka një problem, ka një problem me nuk është vetëm çështja e votës së Ilir Metës, është dhe ajo e Partisë Lirisë në përgjithësi. Çështja ashtu që është një parti që funksionon mirë ose relativisht mirë në fushat elektorale të mëparshme, atëherë kur ka një lloj shprese që mund të fitojë sepse ka dhe një lidhje shumë të ngushtë klienteliste me votuesit. Shpesh ata që votojnë për LSI-n votojnë qartësisht e direkt për një vend pune. Dhe kështu që si një parti e tillë në moment që rri disa vite larg pushtetit, fillon edhe i bie kjo joshja. Ndërkohë që PD-ja dhe PS-ja kanë edhe masa të gjera të elektoratit vet, të votuesve, të cilat votojnë për atë pavarësisht se mund mos kenë profitime personale. Supozojmë ka plot isht persekutuar në Shqipëri, të cilët votojnë për Partinë Demokratike historikisht, ose njerëz tjerë që votojnë Partinë Demokratike sepse kanë një urrëtie të caktuar ndaj regjimit edhe ndaj trashëgimtarëve të Partisë Punës, që janë në anën tjetër. Ndërkohë që edhe në anën e Partisë Socialiste ke blloqe të mëdha që janë zakonisht ish ushtarak ose njerëz që kanë pasur çfarëdo lloj statusi më të rëndësishëm në periudhën e komunizmit, dhe që qoftë për nostalgji, qoftë për shkak të humbjes të statusi, kanë një lloj prirje për të votuar prapë për pasardhësit e Partisë Punës. Domethënë, por Partia e Lirisë ka këtë lidhjen, e ka shumë të qartë, shumë të jo ideologjike dhe ka komplet të pastër klienteliste. Në momentin që nuk ka pushtet, edhe partia ngelet si lule që ngelet pa ujë. Kështu që kjo është situata. Duhet parë, ky është vetëm njëri element. Ose praktikisht është ai si ta quaj gabim tani, po është ai ajo që bëri Berisha praktikisht organizoi primaret dhe pastaj nuk i mori parasysh. Kjo është një autogol shumë i rëndë, mendoj, për Berishën. Edhe të dhënat tregojnë se pati një humbje të thellë në Elbasan, veçanërisht në zonën e Peqinit, ku Dashnor Sula, deputet aktual, për që nuk e përfshiu në lista, u tërhoq më pas. Po patjetër, është zoti Sula, apo ka të tjerë. Mendoj që edhe zonja Jurita Tapaku, për shembull, ose Ilir Ali Mehmeti në Tiranë, kanë arsye të ndjehen të zgënjur. Pavarësisht futen apo nuk futen në parlament, po domethënë kanë arsye të ndjehen të zgënjur, për shkak sepse kanë një peshë, kanë një mbështetje sidomos edhe nga një pjesë e mirë e elektoratit gri, dhe prapë gjejnë veten pastaj të hedhur në listën e hapur ku nuk e dihet se çfarë do të ndodhi, se mund ndodhi edhe çuditëra si e Vlorës, por shumë që as ata në listës mbyllur PD-s nuk mund të gjithë në parlament. Pikërisht. Kështu që ka pasur zgënjim në këtë aspekt, ose duhet bërë gjitha demokratike, në sensin që bëhen primaret edhe kush del nga primaret futet në lista, ose nuk duhet bëj fare pastaj. Kjo që zgjodhi Berisha që të bëj primare dhe mos t'i marrë parasysh është problemi i madh. Pjesa tjetër pastaj është statuti e tjera, do futet ky, do futet ai. Mirë, kam dhe një pyetje të fundit. Si e prisni Ramën si kryeministër në 4 vitet e ardhshme në mandatin e 4 qeverisës? Ka thyer në fakt edhe rekordet.
si e presim, mendoj që është vazhdimsi, do të jetë vazhdimsi asaj çfarë ka ndodhur deri tani. Frika më e madhe që ekziston tek njerëzit është që me gjithë të pushtet që ka aktualisht me shumë gjasën koordinim edhe me Partinë Demokratike mund të goditet SPAK-u, sepse nuk bëhet dot para zgjedhjeve, po tani është më kollaj që bëhet pas zgjedhjeve. Dhe nëse do ndodhte kjo gjë do të ishte mendoj një dramë shumë e madhe për Shqipërinë. Dhe ke pjesa e qeverisjes pastaj praktikisht nuk është më qeverisje, është sundim. Sepse mesazhi që ka marrë çdo qeveritar, le themi, jo vetëm Rama, por çdo qeveritar sot në Shqipëri është ky, që këtyre votuesve ti mund të bësh çfarëdo lloj gjëje, mund të ketë çfarëdo lloj skandali, mund të vjedhje pa përgjegjësi etj. Në fund fare prap do të fitosh zgjedhjet, madje me sa duket sa më shumë që të bësh, aq më tepër do marrësh vota. Kështu që duket që Rama është rehat në këtë aspekt, ka gjetur një formulë se si ta qeverisë këtë vend dhe të marrë votat, pavarësisht asaj çfarë bën. Dhe në këtë aspekt kuptohet që instinktivisht mund të vijë një lloj lirshmërie në atë gjën që bën. Besoj që do kemi edhe më tepër spektakël personal nga ana e tij, edhe më tepër vendime të çuditshme, ndoshta një lloj lirshmërie, vende arrogancë, por kjo është situata dhe kjo është një lloj hapësire, lirie, mundësie që Ramës ja ka dhënë elektorati me votën e vet. Asimja, kënaqësi tu kisha në këtë komunikim. Faleminderit. Faleminderit. Mirë, në këtë momente do të shkojmë në një lidhje me Parkun Olimpik, aty kemi deputetin e Partisë Socialiste Lavdrim Krashi. Zoti Krashi, përshëndetje. Përshëndetje, kënaqësi. Sapo mbyllëm një bisedë me politologun e njohur Ermal Asimja, nuk di nëse na ndoqët në fund kur unë i bëra pyetje se si e pret këtë qeverisje të katërt në mandatin e katërt të kryeministit aktual Rama. Është sundim dhe jo qeverisje, u shpreh ai. Çfarë do të bëni ju si socialist në mandatin e katërt për Shqipërinë? Do më thënë, nuk kërkon koment nga unë lidhje me atë çfarë tha zoti Hasimja, të falenderoj. A ishte komenti zotit Hasimja, ju çfarë do të bëni? Do na sundoni apo qeverisni? Shiko, në radhë të parë duhet kemi parasysh që në fundit vullneti i qytetarëve është ai vullnet i cili do të dalë pas numërimit të votës fundit, kutinë e fundit, përfshirë dhe shqiptarët që jetojnë në diasporë, cilët kanë ushtruar drejtën e tyre për të votuar. Se çfarë do të bëjmë, qeverisja është një përgjegjësi shumë e madhe dhe në fakt unë jam i bindur që në kampin e Partisë Socialiste të themi, po mendohet fort për të se bëhet analiza jo thjesht kur humbet, jo vetëm kur humbet, por bëhet analizë shumë e thellë edhe kur fiton, sepse është një përgjegjësi e jashtëzakonshme, sepse në fakt është e pa precedent që një parti politike të fitojë zgjedhjet për herë të katërt në Shqipëri, përveç se në kohën që askush nga ne nuk do ta kujtoj, por gjithashtu duke patur parasysh edhe shkallën me të cilën, pra fitoren se sa e thellë është ajo në këtë radhë, që është shumë e madhe se sa në 3 zgjedhjet paraardhëse, mendoj unë që e vendos Partinë Socialiste, të gjithë politikanët e Partisë Socialiste para një përgjegjësie të jashtëzakonshme për të qeverisur me duar të pastra, për të qeverisur mirë dhe për të qeverisur të gjithë ata njerëz që të mos harrojmë nga 82 ose 83 mandate që do të marrë Partia Socialiste është numër shumë i lartë deputetësh për në Parlamentin e Shqipërisë. Se patjetër që njerëzit kanë koncepte të ndryshme. Unë mendoj që do të jetë Partia Socialiste do të qeverisë vendin me një përgjegjësi të jashtëzakonshme, pa hyrë në ato gjërat e tjera. Në fundit, vullneti i popullit është ai i cili do të dalë nga kutitë e votimit. Dhe një rezultat i tillë i thellë në raport me Partinë Demokratike dhe aleatët e saj, mendoni se ka ardhur si pasojë e qeverisjes apo pozitës në të cilën gjendet Partia Demokratike, a edhe fragmentarizimit një pjesë e mirë e subjekteve të reja që garuan në zgjedhjet e 11 majit kanë dalë pikërisht nga Partia Demokratike? Dafina, asnjë nuk ka një arsye sepse ndodh ose nuk ndodh diçka. Ajo që është e rëndësishme është që nuk duhet vjet në diskutim asnjëherë vullneti i qytetarëve të vendit, i qytetarëve të Shqipërisë. Tani, për çdo qytetar të Republikës së Shqipërisë, patjetër që reflekton post ditës së zgjedhjeve, post rezultatit që po merret. Natyrisht që
unë jam një prej atyre shqiptarve, 3.7 milion votuesve shqiptar, që hyt tek ata ose vendos veten të paktën tek ata që janë surprizuar nga rezultati i jashtëzakonshëm që ka arritur Partia Socialiste. E kam fjalën jo për fitoren e Partisë Socialiste, por e kam fjalën për madhësinë me të cilën ajo i ka fituar zgjedhjet. Por unë prap insistoj që kjo e vesh një përgjegjësi të jashtëzakonshme me Partinë Socialiste, grupin parlamentar, por edhe qeverinë që do të dalë prej grupit parlamentar të Partisë Socialiste për të qeverisur me përgjegjësi, se të dëgjosh popullin, të dëgjosh votuesin, nuk është aq e thjesht. Edhe për hir të vërtetës, për 35 vite në Shqipëri, politika shqiptare pak i ka dëgjuar popullin, qytetarët, votuesit. Ndaj jemi në këto kushtet ku jemi. Unë nuk jam këtu për të komentuar rezultatin e partive të tjera, qoftë edhe të grupimit apo të aleancës apo të atyre subjekteve bashkë që drejtoshin nga Partia Demokratike e Shqipërisë. Ajo është për ata për të analizuar, sepse është ky rezultat kaq i dobët prej tyre. Në fundit Shqipëria ka nevojë përveç se një qeverisje ose një parti në pushtet të fortë, ka nevojë edhe për një alternativë e cila të jetë në gjendje që në parlament ta skrutinojë dhe ta mbajë në majt gishtave, ta mbajë krejt në formë qeverinë. Dhe shpresoj që partia ose deputetët e opozitës tashmë, të cilët do të ulen në Parlamentin e Ri të Shqipërisë, të kenë fuqinë profesionale, por edhe akademike, për ta skrutinuar dhe për ta mbajtur nën kontroll të vazhdueshëm qeverinë, sepse është një gjë që përveç vërtetës ne sapo mbyllim një parlament, teknikisht e kemi mbyllur, por praktikisht e di që vazhdon deri në shtator të këtij viti, ku nga 4 vite që ka jetë në parlamentin, në fakt as një vit e gjysmë nuk ka patur jetë normale parlamentare. Kam parasysh tu ndërprerjet e her pas hershme. Protestat plus ka, jo se është një pikë që unë dua ta përmend gjithmonë. Është gjëja që mendoj unë që më identifikon nga politika shqiptare, sepse ne kemi gjithmonë parlamente që 6 muaj para dhe 6 muaj mbrapa zgjedhjeve praktikisht aty humbet vlera. Kam parasysh që zgjedhjet janë mbajtur ditën e diel dhe parlamenti i ri nuk fillon deri në shtator të vitit 2025. Ndërkohë nga ana tjetër kam parasysh edhe faktin që në Shqipëri fillon fushata elektorale 6 muaj përpara, që është krejtësisht abnormale. E qartë, e krahasoni me standardin e Britanisë nga ku keni jetuar deri para se të ishit deputet. Po. E krahasoj me standardet më të mira demokratike dhe mendoj dhe shpresoj fort. Patjetër, unë do të vazhdoj jetën time aktive politike. Dhe kjo ishte pyetja ime, nuk jeni më kandidat për të qenë deputet pra nga shtatori e tutje, do të ktheheni në Britani apo do të vijoni të jeni në Shqipëri, të jepni kontributin tuaj dhe në çfarë mënyre? Shiko, unë nuk largohem asnjë nga fushbeteja dhe në aspektin personal unë jam i bindur që nuk jeni interesuar për jetën time personale, por jeni interesuar për një deputet të Parlamentit të Shqipërisë, i cili ka dhënë kontributin e tij modest për 4 vite dhe unë po të them prap këtu që do të vazhdoj ta jap për qytetarët e Dibrës, por edhe për qytetarët e të gjithë Shqipërisë. Unë nuk jam prej atyre që largohem, patjetër që kur bie perdi është kur i hatër mbetur sepse nuk ishit në listë, nuk e vuri Rama në listë për këto zgjedhje? Kush është Rama? Çfarë është ky? I pari juaj, tashmë Rama e ke fjalën për kryeministrin e ke fjalën, Edi Rama. Ose kryesocialisti në rastin konkret që harton listat. Po, kryetari i Partisë Socialiste, shiko, çështja e hatër mbetjeve, tani a ka një njeri i cili nuk do të dojë që të ketë përgjegjësinë dhe privilegjin për të qenë përfaqësues i qytetarëve, përfaqësues një komuniteti të caktuar, nuk mendoj se ka. Megjithatë, zgjedhjet politike janë zgjedhje politike, janë ashtu siç vendosen. Unë nuk mendoj që vendos vetëm krye socialisti, se kuptova emrin, prandaj pyeta për të qartësuar që e ke fjalën për Edi Ramën dhe jo dikë tjetër, por e rëndësishme është çfarë bëhet me Shqipërinë. Ka shumë më pak rëndësi se çfarë ndodh me individ apo dhe me një grup caktuar. Unë hyj tek ata njerëz që kam shprehur edhe në studio, ku mendoj që Shqipëria është shumë më rëndësishme se sa të gjitha partitë politike të marrës bashku. Ju besoj e dini që nga 3.7 milion shqiptar që janë të regjistruar ose që janë në listat e votuesve, kanë votuar rreth 1.7 milion, që do të thotë dhe 2 milion të tjerë zëri së cilëve ose heshtja atyre, e folur atyre me heshtje, duhet dëgjuar sepse politikani përgjegjshëm është ai që dëgjon ata që heshtin, sa ata që flasin është pak më kollaj. Zoti Krashi, ju falenderoj për këtë lidhje me Top News.
Mirë, ne do të vjojmë të diskutojmë për rezultatin e zgjedhjeve, sigurisht në Parkun Olimpik vijon të numërohet vota e diasporës, ka pasur shumë përplasje sa i përket asaj të ardhur kryesisht nga Greqia. Ndërkohë, në këtë momente në lidhje direkte kemi zotin Naim Hasani, përfaqësuesi Euroatlantikëve, kandidat madje në këto zgjedhje. Zoti Hasani, përshëndetje. Do të na bashkohet po ashtu edhe Gentian Hodaj nga Italia, ekspert për emigracionin. Zoti Hodaj, përshëndetje. Mirëmbrëma, përshëndetje. Zoti Hasani, rezultatet paraprake, por që në fakt edhe pak kuti kanë mbetur për të numëruar, tregojnë për një avantazh, një fitore të thellë të socialistëve në 83 mandate, 50 për Partinë Demokratike dhe Koalicionin Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Euroatlantikët duket deri në këtë fazë nuk kanë arritur të fitojnë edhe mandatin për liderin Lulzim Bashën. Në vlerësimin tuaj, pse ky rezultat? Unë mendoj se këto zgjedhje nuk ishin absolutisht fitore e Edi Ramës dhe Partinë Socialiste, por ishin një dështim total i opozitës shqiptare dhe aleancës madhështore që me marrëveshje të parazgjedhore të heshturës së hapur me zotin Rama dhe qeverinë dhe pushtetin aktual arritën të dorojnë Shqipërisë një parti socialiste, një majorancë madhështore socialiste me 83 deputet të paktën dhe arritën ta denigrojnë opozitën shqiptare një katastrofë të tillë që nuk është parë ndonjëherë faktikisht në historinë e pluralizmit politik në Shqipëri në kushte e normalitetit. Jam absolutisht tejet i indinjuar me këtë rezultat shumë zgënjyes të tërë opozitën shqiptare, për përgjegjësia kryesore BNB Aleancën për Shqipërinë Madhështore që absolutisht u trombetua nga lideri i saj historik që vetëm madhështore nuk e bëri Shqipërinë, por solli një humbje katastrofike të opozitës dhe padyshim festimet dhe euforia e parafolësit dhe socialiste nuk ka se si të justifikohet ndryshe vetëm me një dhuratë në tavolinë nga lideri dhe nga leadershipi i aleancës madhështore dhe i Partisë Demokratike të Shqipërisë. Është një moment i thellë keqardhje për gjithë demokratët kudo që ndodhen në Shqipëri dhe anëmban botës, që u munduan të japin kontributin e tyre për ndryshimin e sistemit në Shqipëri dhe për një rotacion politik, por që sot janë të zhgënjur. Unë kam marrë telefonata nga shqiptarë në shumë vende të ndryshme të botës, por sidomos në Britani, të cilët kanë menduar që opozita shqiptare kësaj here mas 12 vitesh qeverisje skandaloze dhe me një numër të jashtëzakonshëm politikanësh dhe qeveritarësh në dyert e Spakut ose në Burg, mendonin se rotacioni do të ndodhte, por janë zgënjur totalisht edhe me përkrahjen e verbër që i dhan Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Dhe sot gjishti duhet të tregohet padyshim nga ata që kishin përgjegjësinë kryesore dhe në zyrtarisht të paktën i dolën përballë Edi Ramës. Kishin përgjegjësinë kryesore, madhështor. Po ju si Euroatlantik, unë po shoh të dhënat e përpunuara deri tani, 19.754 vota në rang kombëtar, por për shkak të copëzimit në 12 qarqe nuk keni arritur të prodhoni një mandat deputeti përfshirë edhe për liderin tuaj Lulzim Basha. Po ky fundit, a ka përgjegjësi për këtë rezultat, për këtë performancë të Partisë Demokratike në zgjedhjet e përgjithshme? Unë sot mëngjes kam postuar një reagim timin në lidhje me zgjedhjet në Shqipëri dhe kam kërkuar falje publike në emër të në emrin tim personal si kandidat i Koalicionit Euroatlantik, në emër të Koalicionit Euroatlantik dhe në emër do thosha të opozitës demokratike të Shqipërisë, për që ne nuk mundem të mundim Edi Ramën dhe Partinë Socialiste, jo vetëm që nuk e mundem, por i dhuruam një mandat të ardhës pas 12 vite qeverisjes në pushtet, pas dështimeve të një pas njëshëm, pas largimit jashtëzakonshëm shqiptar. Dhe them të drejtën, unë jam i shokuar nga i rezultati tillë, sepse këtë rezultat do të kishte lakmi edhe vende komuniste me një opozit të rësisht të cunguar që do të ketë absolutisht asnjë rol fare në Parlamentin e ri të Shqipërisë dhe kryeministri dhe qeveria, partia në pushtet
do të kenë mundësi të bëjnë çfarë donë me 83 deputet në parlament, me aleatet e tyre, do të kenë 84 vota për ndryshime kushtetuese. Shpresoj dhe besoj që faktori ndërkombëtar të ndërhyjë fuqishëm që euforia e pushtetit 12 vjeçar që do tashmë duket se do të zgjasë edhe 4 vite të tjera, të ndalohet nëpërmjet presionit ndërkombëtar, sepse presioni e opozitës aktuale shqiptare është absolutisht inekzistent. Në ana tjetër, besoj që është detyrë imediate e opozitës në Shqipëri, e atyre demokrat, e atyre qytetarë që e quhen vetë të djallë, të organizohen, se ne nuk mund të jetojmë në opozit pa alternativë për qytetarët shqiptar derisa të ketë jetën lideri i opozitës. Kjo është e papranueshme, askush nuk është i pazëvendësueshëm, askush nuk është pronar i Partisë Demokratike një aset kombëtar. Do ta diskutojmë po. Do ta diskutojmë pas pak edhe qëndrimin e Berishës në daljen e sotme që në fakt nuk i njeh zgjedhjet edhe duket se nuk do t'jap dorëheqjen. Zoti Hodaj, vëmendja tashmë është kryesisht në Parkun Olimpik, aty ku po numërohet vota e diasporës, ka pasur përplasje të paktën për votën e Greqisë. Ju do diskutojmë në fakt specifikisht për atë të Italisë, por dua t'ju pyes për rezultatin. 53% nga vota e lexuar deri tani, më shumë se 1/3 e votës së lexuar, pra 194.000 kanë ardhur deri ditën e zgjedhjeve. 53% shkojnë për socialistët, 28% për demokratët dhe aleatët e tyre, koalicioni Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Si e shpjegoni këtë mbështetje të madhe, thuajse 2 fish për Partinë Socialiste në mandatin e saj të 4, krahasimisht me opozitën në Shqipëri? Keni një koment? Po, në fakt edhe ne po i ndjekim me interes zgjedhjet. Nuk po na ngro fakti që votat e diasporës po ecin me kaq ngadalë, sepse ne jemi ata të cilët jemi të parët që mezi po e presim rezultatin për të parë verdiktin tonë. Me thënë të drejtën, fryma po tendenca këtu në Itali ndihje që ishte për Partinë Socialiste, sepse pregatitjet edhe nga ana e strukturave të Partisë Socialiste kishin filluar me kohë, pra ishte bërë një testim në terren ku kjo startoi që në majin e vitit të kaluar me vizitën e zotit Rama dhe aty u pa, domethënë, mbështetja ku akoma nuk ishte vendosur vota e diasporës. Me njerë pas takimit të Athinë, zoti Rama Si e shpjegoni këtë mbështetje? Pra është parë që para një viti, thonë ju, kur akoma nuk ishte formalizuar këtu si proces për të bërë pjesë edhe diaspora për të votuar nga vendet ku jeton e punon. Pse kjo mbështetje që një vit përpara? Po pra, diaspora është një elektorat që i ndjek me vëmendje zhvillimet në Shqipëri. Mund të ndaj në 3 shtresa diasporën, pra kemi diasporën e viteve 90, ata që kanë ardhur në fillimet e viteve 90, 2000 dhe diaspora e sotshme viteve të fundit, pra kemi 3 gjenerata. Mos të harrojmë që njerëzit apo emigrantët që kanë ardhur në vitet 90 janë përfaqësues të intelektualëve, janë përfaqësues të ushtarakëve, të mësuesve, sepse më shumë nga këto shtresa dhe normal që ata edhe për shkak të lidhjes së tyre e kanë një identitet, e kanë një formim dhe janë qartazi hapur në mbështetje të Partisë Socialiste. Pra ato të valës së parë migratore në fillim të viteve 90, ju thoni që shkojnë kryesisht për Partinë Socialiste. Po ato që kanë emigruar në këto 12 vite që kanë qeverisur socialistët, të largohesh nga vendi ku ke lindur, nga rrënjët e tua, largohesh për një jetë më të mirë sepse nuk të përmbushen pritshmëritë. Edhe këta të fundit kanë votuar socialistët? Shiko, kemi këtë kategori, është kjo kategoria që thoni ju dhe me thënë të drejtën, jo shumë nga kjo kategori, si pas të dhënave apo informacioneve, apo të qa kemi panë në teren, nuk u regjistrua dhe nuk u përfaqësua në votimin për diasporën. Kjo për shumë arsye... Pra nuk u përfshi kjo kategori në votim, po thoni, ja? Shumë e pak kjo kategori në votim. Se? Ndërkohë që kemi gjeneratën e tretë, ata të cilët janë rritur dhe janë lindur tu dhe tashmë janë në moshën 24, mbi 20 vjeç,
të cilët me trendi që ka marrë Shqipëria, me zhvillimin e turizmit sidomos, ku sot kryefjala në Itali në çdo ambient, në ambjente pune, ambjente sociale, bare, restorante, diskutohet udhëtimet në Shqipëri, përvoja në Shqipëri, vakancat në Shqipëri, dhe kjo është një fakt që me thënë të drejtën i ka bërë pak krenar dhe këta identifikojnë vetëm e Edi Ramën. Janë ato lëvizjet në arenën ndërkombëtare të Edi Ramës, ku më së shumti këtu në Italinë kemi pa lidhjet e tij me Meloni, të cilët e cila i ka dhënë edhe i bën këta të jenë ndoshta çik krenar përballë atyre bashkëmoshatarëve të tyre italian, të cilën ndoshta në momente të tjera më të para nuk e kishin pasur të background. Zoti Hodaj, si ekspert për emigracionin, por edhe për çështjet e pensioneve, a mendoni se dhe marrëveshja e nënshkruar mes Shqipërisë dhe Italisë të ketë dhënë një ndikim tek elektorati atje? Nuk mendoj se është shumë e theksuar kjo mbështetje, sepse këtë mbështetje do ishte e theksuar nëse do ta kishim parë para 4 viteve, ku me numrat që ishin para 4 viteve, ndoshta ishte një pjesë shumë e madhe që priste marrëveshjen dhe ndoshta do kishte ndikim elektoral. Mirë po vitet kaluan dhe një pjesë goxha e madhe e kësaj kategorie ka dalë në pension me ligjin aktual, që është në Itali, dhe është jashtë marrëveshjes, prandaj edhe kjo pjesë nuk mund të them se ka qenë kaq shumë e përfaqësuar dhe marrëveshja bëri një efekt kaq të madh sa mund t'i quajmë edhe këtë kategori si kontribuese apo financuese, po e themi në këtë rezultat të thellë. Nuk e mendoj. E qartë. Relative. Po, kam një pyetje të fundit për ju, zoti Hodaj. Në takimet që kanë bërë liderët politik, ku kanë konsistuar premtimet e tyre, tashmë duke qenë se Partia Socialiste do të ketë mandatin e 4 qeverisës, le të ndalemi specifikisht, çfarë ju premtoi Rama që i dhat këtë mbështetje? Shiko, ne disa kërkesa dhe formale i bëm që vitin e kaluar në Milano, ku mblodhëm si shoqata. Marrëveshja e pensionet pothuajse u mbyll, është çështje e ditësh, edhe kjo ishte një fitore që u arrit pas shumë viteve dhe ndoshta ishte ajo kryesorja që ne na mbante në këmbë. Një çështje tjetër dhe premtim që besoj do jetë goxha aktual është edhe premtimi për të njëjtur statusin mësuesve në Itali, të cilët për shumë vite, ndoshta për më shumë se 20 vjet, kanë ndikuar dhe kanë bërë përhapjen dhe mësimin e gjuhës shqipe falas. Pra njëja e kontributeve të kësaj kategorie të këtyre mësuesve, siç ndodhi në Greqi, të njëjtën gjë, të njëjtën premtim që e bëri për këtë kategori, pra për mësuesit në Greqi, e kemi marrë dhe për tu në Itali, ku edhe kjo kategori besoj do ta marrë të status. E qartë. Pjesa është edhe pjesa që po ndikon goxha, sepse duke parë unë këmbul pak te kjo pjesa e zhvillimit të turizmit, e ndikimit që po jep edhe këtu, sepse shikoj që shumë emigrantë, sidomos të ardhur pas viteve 2000, duke parë zhvillimin që po merr aty dhe një premtim që ka dhënë zoti Rama, që ne ja kemi kërkuar që jo vetëm përveç paketës së maleve, po të afrohet dhe të zgjerohet edhe në zonat e detit apo të bregdetit, edhe kjo po i tërheq goxha emigrantët, sepse shikojmë që është një veprimtari, pra një zhvillim që atje po ecën goxha mirë, se kemi po bëhet një stagione, pra një zgjatje stagione ku më përpara bëhet 2 apo 3 muaj, ndërsa tash ka vajtur 6 muaj, dhe kjo po i shtyn, edhe ishte edhe kjo ndjesi që po i ngrohte pak dhe janë në diskutime dhe po i shikojmë që kanë këtë dëshirën e madhe për të kthyer dhe për të investuar. E qartë. Zoti Hoda, ju falenderoj për këtë lidhje me Top News, ndërkohë zoti Hasani duket se i ka gjetur pikat e dobta emigrantëve Rama nëse i referohemi edhe këtyre të dhënave. A ishte në pritshmëritë tuaja ky rezultat? Nga 194.000 zarfe me flet votimi të kthyera, janë numruar rreth 71.300 dhe nga këto rezultati është 53% për Partinë Socialiste, 28% për Partinë Demokratike dhe Aleancën për Shqipërinë Madhështore. Ishte ky rezultat në pritshmëritë tuaja?
Faktikisht unë mendoj që rezultati në favor të Partisë Socialiste dhe Kryeministit të Shqipërisë në votën e diasporës padyshim unë nuk e pritësha faktikisht, jam pak i surprizuar, por vota në përgjithësi unë pritësha që zoti Rama do të padyshim dhe mendoj që kudo qytetarët shqiptarë kanë pritur që do të kishin një mandat të katërt, por nuk e pritësha që do të ide në nivelin e 83 deputetave, që është absolutisht një dërmim i opozitës, se nuk është faktikisht nuk është absolutisht e përsëris arritje, është thjesht qytetarët shqiptarë një farë mënyre kanë vendosur që të zgjedhin stabilitetin në vend të kaosit, në vend të luftës së brendshme të opozitës. Mos harrojmë se në vitin 2021 Lulzim Basha, i cili ishte lideri i Partisë Demokratike në atë kohë, mori 55-56 deputet, kurse sot lideri madhështor dhe lideri historik i Partisë Demokratike, maksimumi me gjitha aleatet e tij që i ka pasur në krah për 34 vite, ka arritur të marrë rreth 50 mandate. Është absolutisht një shqiptarët dëshkuan opozitën, sepse ata prisnin mas 12 viteve qeveriste të Partisë Socialiste të kishin një alternativë të qartë, një lider të ri, një lider që ishte evropian, të jepte alternativë shqiptarëve, të jepte një përgjigje problemeve që kishin gjithë qytetarët shqiptarë, që nuk është fitore e Partisë Socialiste, është një dështim spektakular i leadershipit e opozitarëve, sidomos Aleancës për Shqipërinë. Berisha u shpreh sot se ky proces zgjedhor ishte i diktuar nga krimi, se kanë qenë zgjedhjet më të manipuluara në histori në Shqipëri. Sigurisht ne kemi përcjell një ditë më parë raportin e OSBE-ODIR, në nota të përgjithshme merr një vlerësim pozitiv procesi i zgjedhjeve, teksa evidentojnë edhe problematika siç është presioni ndaj administratës, përdorimi i burimeve shtetërore, por edhe aspekte të tjera që ndoshta nëse do të evidentohen, do të përbëjnë edhe krim elektoral. Por sot pati një certifikim të rezultatit të zgjedhjeve nga përfaqësues e lartë të Bashkimit Evropian. Ju, sipas asaj që keni arritur të konstatoni edhe për angazhimin tuaj si kandidat i demokratëve euroatlantik, a keni konstatuar problematika sa i përket krimit zgjedhor dhe a shkon deri në ato nivele që mund të kenë ndikuar drejt për drejt në këtë rezultat? Dëgjoj, probleme zgjedhore ka pasur tash 34 vite dhe ato probleme janë demonstruar edhe sot, por kjo nuk është përgjigja. Bashkimi Evropian, OSBE kanë certifikuar zgjedhjet parlamentare në Shqipëri dhe kjo është një kapitull i mbyllur. Është kohë të kundërshtosh një rezultat zgjedhjesh i cili është tashmë është certifikuar. Ka qenë lideri historik i demokratëve, i cili largoi nga drejtimi Lulzim Bashën, duke akuzuar atë që i kishin vjedhur votat dhe nuk ishte i zotit të mbronte votat e demokratëve e të opozitës. Sot ai është në drejtim, ka qenë drejtuesi i aleancës madhështore që do të largonte Edi Ramën nga pushteti. Çfarë do të thotë ai demokratëve sot që nuk arriti të mbrojë votën, nuk arriti të mbrojë demokratët kundër vjedhjes, nuk arriti të nxjerrë. Arritët ta ndiqnit sot Berishën në daljen e tij. EU a bëri me dije demokratëve, është një proces i manipuluar, le të kuptohet që nuk do të jap dorëheqjen, që do të shkojë deri në fund betejës. Madje ka pralajmëruar nisjen e protestave që nga kjo e premte. Dafina, unë mendoj, shpresoj dhe besoj dhe i bërë thirrje leadershipit të Partisë Demokratike si partia më e madhe e opozitës që të reflektojnë dhe që lideri i tyre të bëjë një hap pas dhe të largohet nga drejtimi i opozitës në Shqipëri, sepse është fatale për interesat e demokratëve, është fatale për interesat e opozitës dhe qytetarëve shqiptarë. Qytetarët shqiptarë prisin alternativë, nuk prisnin aleancë anti-amerikane dhe anti-britanike ose rreziku anglo-amerikan për Shqipërinë, por presin një opozitë, një parti demokratike me një lider të ri i cili të mbrojë qytetarë shqiptar kundër kësaj pushtetit totalisht totalitar të partisë në pushtet tani me 83 vota dhe të krijojë shqiptarëve një mundësi për opozitë konstruktive, për një opozitë që u ofron alternativë qytetarëve shqiptar mjaft me një politikë e cila nuk çon askund dhe çon drejt greminës opozitën dhe e çon drejt dështimit total shpresën e shqiptarëve për një dëshim dhe demokraci në Shqipëri. Zoti Hasani, kam të një pyetje të fundit. Ju jeni një avokat i suksesshëm në Britaninë e Madhe, madje në përfaqësim të klientëve tuaj deri në gjykatat më të larta
do të vijoni të përfshiheni në politik në Shqipëri pas këtij rezultati që patët në grupimin e demokratëve euroatlantik? Unë do të vazhdoj të ushtroj profesionin tim me njëherë sa të kthehem në Shqipëri, të kthehem në zyrën time, të marr padyshim drejtimin e punës time si avokat që kam mbrojtur interesat dhe mira shqiptarëve për vite me radhë, për 20 vite në profesionin tim dhe padyshim me qanë shpirti për vendin tim, se ku e lë dhe në çfarë mënyre po drejtohet apo qeveriset ky shtet, por gjej keqardhë të thellë se si opozita nuk po arrin të gjej gjuhën e përbashkët për një leadership të ri dhe për një ndryshim. Unë do të vazhdoj punën time, por kur nuk do të harroj Shqipërinë dhe vendin tim dhe do të punoj me gjithë faktorët e opozitës që Shqipëria të ketë një opozitë konstruktive, të re, me një leadership të ri dhe me një alternativë të qartë në mënyrë që partia në pushtet, e cila për 12 vite e konsumoi totalisht mandatin e saj, ta ketë jetën sa më të shkurt politike dhe të kemi zhvillime të reja në Shqipëri dhe një shpresë të re për shqiptarët. Ju falenderoj për këtë bisedë, zoti Hasani. Faleminderit nga zemra. Mirë, ne do të vijojmë në këtë momente, do të jemi në një lidhje të drejtë për drejtë me një nga kandidatet e Partisë Socialiste, ndoshta më të rejat në moshë në qarkun e Vlorës, Ina Majko, në fakt të gjatë fushatës, kryeministri një kryetari i Partisë Socialiste Rama tha se në rast të fitores së një tjetër mandati, për mandatit të 4 që tashmë është fakt, me 83 deputet, edhe nëse nuk do të zgjidhej deputete, e ka cilësuar apo e ka emruar tashmë si ministren e parë të kabinetit të ardhshëm. E kemi në këtë momente në një lidhje direkte, zonja Majko, përshëndetje. Përshëndetje, kënaqësi. Unë po shoh votën preferenciale në këto momente, nuk me sa duket pavarësisht rezultatit mjaft të mirë të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, i keni rrëmbyer edhe një nga deputetët, një nga vendet e deputetëve të listës së mbyllur Partisë Demokratike, do të shkoni me 9 deputet në kuvent, duket se jeni larg mundësisë për përfaqësim. Si e pat garën, çfarë u bëri ju të vështirë krahasimisht me kandidatët e tjerë? Unë mendoj që ne jemi një ekip, kështu që këto votat preferenciale në vetvete nuk është se tregojnë ndonjë gjë shumë të madhe, ne kemi qenë një ekip të gjithë bashkë për të maksimizuar votën e Partisë Socialiste, që përderisa dhe rezultatet thonë që jemi shumë afër marrjes së mandatit të 9, sepse normalisht duhet të presim të gjithë të mbarojnë të gjithë kutit të numërohen. Unë mendoj që jemi para një fakti historik, sepse qarku i Vlorës nuk ka marrë kur një mandat të 9, kështu që mendoj që këtu duhet të fokusohemi dhe kemi bërë punën tonë mirë si një ekip ku kemi punuar fort për numrin 5. Si e përjetuat momentin kur mësuat se do të ishit kandidate për Partinë Socialiste? Absolutisht ishte kënaqësi, ishte një nder për mua për të qenë pjesë e listës. Si u gjendët pranë Partisë Socialiste? Në dijenin time nuk është se keni qenë pjesë e strukturave më herët. Jo, ashtu sikurse shumë pjesëtarë të listës kandidatëve, unë aplikova tek deputeti që dua. Dhe prej angazhimit tim prej shumë kohësh si aktiviste të drejtave të njeriut dhe veçanërisht të komuniteteve rome dhe egyptiane, u pa që të isha përfaqësuese e këtyre dy komuniteteve në qarkun e Vlorës, por mendoj që kam bërë një punë dhe kam dashur që të fokusohem dhe të jap mesazhe për të gjithë Shqipërinë, jo vetëm për qarkun e Vlorës. Dhe unë mendoj në vetvete dhe po e thoja pak edhe me shaka midis ekipit që i kam sjell fat Vlorës, sepse isha kandidatja e parë e Rome në listat, në përgjithësi në listat e çdo partie, por edhe kjo ishte në vetvete diçka historike për Shqipërinë, por dhe për Vlorën. Dhe tani ne po marrim mandatin e 9, kështu që ka dy gjëra historike, po themi Vlora. E qartë, mendoni se keni qenë, po, i keni sjell ju një augur i mirë për Partinë Socialiste në qarkun e Vlorës. A jeni përballur me situata të vështira qoftë edhe diskriminimi për gjatë kësaj fushate? Absolutisht jo.
ka qenë një... Unë e kam shijuar shumë fushatën, kam shkuar në çdo derë dhe socialisti edhe demokrati më kanë dëgjuar dhe më kanë hapur dyert e tyre dhe kam shkuar te shtëpitë e tyre. Kështu që do thoja diçka jo shumë dinjitoze të thoja që më kanë diskriminuar. Tani, unë jam një person i cili gjithmonë shoh gotën plot dhe nuk e shoh asnjëherë gotën bosh. Po të shohësh në Instagramin tim ke shumë mesazhe edhe komente që janë shumë denigruese, ku flasin për komunitetin tim edhe në vetvete për atë çka unë përfaqësoj. Por nuk dua të ngelem te këto duke ma ngushtuar zemrën dhe duke thënë që e gjithë Shqipëria është kështu. Po mendoj që hatersa në komente në Instagram ka kushdo, ato tregojnë një pjesë të shëmtuar të shoqërisë tonë shqiptare, por unë nuk dua të ngelem aty. Pa diskutim, e kisha më tepër në kontekstin e fushatës në terren se sa të atyre që ndodh në rrjetet sociale, nëse do t'i shihnim me vëmendje, më besoj që nuk do të kalonim dot as pragun e derës nëse do t'i vlerësonim komente të tilla. Kryeministri tha që ju ka emëruar në një farë mënyre si ministren e parë të kabinetit të ardhshëm. Keni pasur një takim me të për çfarë ministrie do të bëhet fjalë? Mund të kemi një ministri të re dhe të përfaqësoni minoritetet? Mund të na shuash kureshtjen? Nuk mund t'ju shuaj dot kureshtjen për arsye sepse kemi qenë shumë të zënë për të maksimizuar votën e Partisë Socialiste, jemi akoma në proces numërimi, kështu që mendoj që çdo të re do ta kemi pasi të jetë finalizuar e gjithë numërimi dhe të kemi dhe pse jo 86 apo 87 deputet në parlamentin tonë. Nga Partia Socialiste. Si e prisni një detyrë kaq të rëndësishme në kabinetin qeveritar? Mendoj që çdo kush, si çdo pjesëtar tjetër i shoqërisë shqiptare, e pret me shumë përgjegjësi. E keni ndjerë xhelozinë e zonjave në Partinë Socialiste për këtë premtim të kryeministrit? Mendoj që këto pyetje janë shumë pyetje, më fal që po ta them, por jo të denja, sepse mendoj që të gjitha jemi shumë të fokusuara dhe kemi pasur dhe kemi bërë një fushat shumë dinjitoze, kështu që më vjen pak i përgjigje me vetvete. Nuk doni t'jepi një përgjigje të drejtë për drejtë, megjithatë gara në listën e hapur. Nuk është përgjigje drejtë për drejtë, se nuk kam ndjerë absolutisht asgjë. Është shumë mirë nëse ka ndodhur kjo. Nuk ka ndodhur, këtë po të them. Është shumë mirë me qenë se nuk e keni ndjerë këtë. Nuk e kam ndjerë se nuk ka ndodhur, por po të them si pyetje nuk më pëlqen. Sepse ne jemi vetë gra dhe nuk mund të fokusohemi dhe të themi që a ka xhelozim midis grave. Pse nuk themi midis edhe midis burrave? Pa diskutim që edhe mes tyre ka. Mirë, unë të falenderoj për këtë lidhje, suksese në kabinetin e ri qeveritar. Ne do të shkojmë në këto momente në një hapësirë të shkurtër publicitare, më pas do të kthehemi me zhvillimet më të fundit në këtë transmetim maraton për zgjedhjet e përgjithshme të 11 majit. Tashmë mbeten edhe pak kuti për të numëruar në rang vendi, është duke përfunduar ky proces, do të kemi edhe një rezultat ndoshta përpara se ta mbyllim këtë transmetim sonte përfundimtar, teksa vion numërimi i votave të diasporës në Parkun Olimpik, ka kaluar 71.000 numri i votave të numëruara deri tani, teksa në total për llogaritë në 194.000 të tilla. Publicitet e kthehemi pas pak.